Sipas gazetës austriake Kronen Zeitung, influencuesja e bukurisë, 31 vjeç, u gjet e vdekur në një pyll në Sloveni, pasi jetuesit pretenduan se ish i dashuri i saj, gjithashtu 31 vjeç, pranoi se e kishte mbytur dhe e çoi policin atje, ku e kishte fshehur trupin e Piper në një valixhe. Piper u zhduk më 23 nëntor pasi u kthye në shtëpi nga një festë krishtlindjesh, ndërsa u raportua se ajo kishte zbritur nga një taksi me një shoqe kur mbërriti në apartamentin e saj. Antarët e familjes njoftuan autoritetet kur ajo nuk u paraqit në një set fotografik të planifikuar. Autoritetet konfirmuan në një njoftim të 26 nëntorit se Piper ishte zhdukur pasi nuk ishte paraqitur në punë dhe se ajo nuk mund të kontaktohej. Ata thanë gjithashtu se ish i dashur i saj ishte arrestuar në lidhje me zhdukjen e saj. Burri besohet se ka udhëtuar disa herë në Sloveni me makinën e tij. Ai nuk mund të kontaktohej nga policia hetuese. Të hënën në mbrëmje, më 24 nëntor 2025, policia slovene raportoi se një makinë ishte përfshirë nga flakët në parkingun e një kazinoje pranë kufirit. Kjo ishte makina e 31 vjeçarit. Ai u gjet në afërsi të automjetit që po digjej dhe u arrestua nga policia slovene. Është kërkuar ekstradim në Austri, lajmëruan autoritetet.